Rini e nderuar, ju po ju drejtohem me disa fjalë të cilat i ka harruar kjo rini, e cila presin të shëndrisë në të ardhmen. Por po ndodhe kundërta, kena humbur moralin, sjelljet, mëshirën, devotshmërinë, të gjitha çka janë në dobi për rinin e kena humbur me të vërtetë. Rini, zgjehu më nga gjumi, se orët po kalojnë, koha shumë shpejt po shkon. Thuj stop vetvetes dhe vëre gishtin në mend. Dhe thuj, a ka fund ndonjëherë për mua? A do të përmirësohet ndonjëherë kjo me emrin e quajtur rini? Le të mendoj kjo rini, të cilët i kanë thonë vetës njeri, se nuk duhet me ditë vetëm për dufrime kënaqësi e të bëj siç i don qefi, po të di ta falemndroj krijuesin e tij, ti dalloj të lejuarat dhe të ndaluarat. Kjo është më e mirë për rinin tonë. Kjo na largon prej errësirës e na sjell në dritë. Kjo tregon se qytetërimi vjen prej fesë islame. Rini e nderuar, mos lejo koha të parapri, por ti parapri atë. Mos lejo të shkojnë orë të tëra duke qëndruar pranë televizionit, duke shikuar programe që nuk kanë dobi dhe nuk u tërheq vëmendjen për të lexuar apo për të vepruar diçka që e don Allahu subhanahu wa taala. Vërtet, pse nuk e pyet veten ai djalë ose ajo vajzë, çfarë jam duke bërë? Prej këtij momenti ndryshoi historinë tënde. Le të kujtohet se pa mund nuk mund të arrihet asgjë. E çka po pret të rinia jonë, e cila fle 12 apo 13 orë në ditë, kjo nuk është në rregull, diçka po ndodh me ne. Kjo tregon se sa interesim ka kjo rini për diturinë, për ta përforcuar tek vetja, por edhe tek të tjerët, edhe në rrethin në të cilën jeton. Vallë, pse kemi ardhur në këtë botë? Apo ndoshta kemi ardhur që ta adhurojmë Allahun dhe të ecëm përpara me urdhrat e Kuranit, e të shtohet dituria edhe më tepër? Ndoshta është përgjigje po. Po kjo përgjigje po ka angazhim shumë të madh, por rinia jonë as nuk e kupton fjalën angazhim. Këtu po qëndron problemi kryesor. Po porama nuk ecet përpara duke vizituar kafe-baret e duke qëndruar në internet mund të thuhet për natën. Jo rini e nderuar, këtu po humbim jetën tonë, kështu po kalojmë kohën kot e kot dhe më në fund nuk fituam asgjë dhe kështu vjen fundi befas, ndërsa rinia jonë pret të mësoj dhe të punoj me pleqëri. Kjo rini leje që i harroj rregullat, por po i humbin edhe gjeneratët e reja të cilët i shikojnë veshjen me stil modern. O i rini e nderuar, eja në një mendim të njëjtë dhe të shohim gabimin që po e bëjmë çdo ditë, të cilën po na merr kohë kjo botë, pasha Allahun në të cilën në dorën e tij është shpirti i Muhamedit. Njeriu është një humbje të madhe, përveç ai që e ka llogarit kohën mirë dhe qartë dhe ka besuar se s'ka zot tjetër përveç Allahut, pra ki është i shpëtuar. Më falni për këto për fjalë që po i them, por jam i pakënaqur nga rinia jonë, sepse i kam frikë që po jetojmë në një kohë të vështirë e nuk mund të gjendet e vërteta te rinia jonë. Për këtë po them, rinia para se të zgjohet në mëngjes, le ta mendoj se ku ka me shku dhe çka ka me vepru, se për çdo gjë do të jep përgjigje një ditë. Ktheuni te Zoti juaj, sa i fal shumë mëkatet, nuk i fal kush posti, por të pendohuni sinqerisht dhe me zemër të plotë. Allah nuk ka më të mëshirshëm se sa ti. E sheh sa lehtë është të afrohesh te Allahu subhanahu wa taala i rini. Ndalu një ditë në shtëpi, dënoje vetveten dhe thuj: sot nuk do të shkoj në kafe-bar, por do të shkoj për të fal 5 kohë namazit në xhami. Dhe shiko kur je më i lumtur, a kur ke shkuar në kafe-bar apo kur ke fal namazin. O i rini, kjo është një jetë me provokime, të provokon, por ti duhet të përballosh secilën sfidë. Kështu do të triumfosh dhe nuk do të kesh rrugë të gabuar. Do të shkëlqesh sikur dritë, nëse llogarit kohën rini e nderuar, nëse urdhëron të tjerët në rrugë të mirë, të drejtë, nëse i ndihmon të tjerët. Këto janë punët e mira, rini e nderuar. Unë po i them këto fjalë se kemi të bëjmë me mendje të shëndosh dhe që të përmirësohet gjendja e vëllezërave dhe motrave tanë.
lusim Allahun që t'i udhëzoj në rrugën e vërtetë, sepse nuk ka rrugë më të sigurt se kjo që po ec ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjitha virtytet e larta na mësoi ky njeri, ky mueses i rinia jon. Duhet të marrë shembull nga ky mueses çdo gjë që i paraqitet në jetë. Falëndrimi takon Allahut, salavati dërgoj Muhammedit alayhis salam. Besoj se këto fjalë që i treguam inshallah kanë bërë vend në zemrat e rinisë tonë. Allahu na udhëzoft të gjithëve. Amin. Falëndrimi takon Allahut, Zotit të botrave.